Dëgjoj, nëse arsyetimi i lëvizjes vendosje ka qenë që nominimi i saj nuk po bëhet me arsyetimin për ta pështetur për muri opozitën, unë mendoj që zoti Kurti është i pështetur për muri në raport me Vjosa Osmani dhe është duke naviguar në për një terren tejet fragil ndërmjet dy ekstremeve në këtë rast. E para, do thotë interesi i tij që në asnjë variant të mos e nominojë dhe të mos e kandidojë zonja Osmanin, shihet qartë kjo, por të njëjtën kohë që ta zhvesh vetëm nga përgjegjësia për shkak të pasojave dhe reperkusioneve elektorale që mund të ketë sakrifikimi politik i Vjosa Osmanit. Pra, duhet nga fatura që po duhet nga fatura, pra e gjithë përpjekja e tij është që të sakrifikohet figura e zonja Osmanit, por të njëjtën kohë që përgjegjësia të jetë e përbashkët për gjitha subjektet politike për këtë eliminim, Ishin dakord të gjithë, jo vetëm nuk patën vullnet, nuk patën nga karika presidentes Vjosa Osmani, nga se unë do thotë pata vetëm 50 numra, me 50 numra nuk zgjidhet, nuk arrihet të kalohet kjo sfidë procedurale, do thotë, dhe faji është i gjitha subjekteve politike, sepse në një moment të caktuar i njëjti e ka thënë një deklaratë thotë që çdo marrëveshje politike me lidhjen demokratike të Kosovës nënkupton vullnet dhe gatishmëri dhe unitet të këtij subjekti politik që ditën e votimit të gjithë të jenë të pranishëm në sallë, të mos mungoj asnjë deputet në mënyrë që të plotësohet korumi prej 2/3 të deputetëve. Pra kjo është përpjekja maksimale që po e bën zoti Kurti që përfitimet i ketë personale nga eliminimi i zonjës Osmani nga gara për presidente, por fajin dhe përgjegjësinë ta ndaj kolektivisht me të gjitha subjektet tjera parlamentare.